Merimanga dhe sunduku i urtësisë. Merimanga dëshironte të ishte më e urta e kafshëve. Ajo e mori një sunduk dhe u nis për të shkuar në çdo shtet të botës. Sa herë që dëgjonte një fjalë të urtë, e vendoste atë në sunduk. Më pas, Merimanga kujtoi se është të bërë më e urta se të tjerët. Kur po kthehej në vendin e saj, pa një pellë të vogël. Ajo tha me vete: "Po shkoj të pi ujë se jam e etur." U afrua tek uji për të pirë dhe pa një grumbull të madh me banane të pjekura me ngjyrë të verdhë. Ajo u gëzua shumë dhe tha: "Unë jo vetëm që do të pi ujë, por gjeta edhe banane të freskëta që të hahet të ngopem." Ajo u fut në ujë për të marrë banane, por nuk gjeti asgjë. Këtë e provoi disa herë. Në fund, vendosi që ta heqë sundukun nga supet, i cili i kishte përkulur kokën. Kur e vendosi sundukun në tokë, arriti të shihte pemën e bananeve në bregun e pellgut të ujit, në të cilën po ngjitej një majmun dhe po qeshte. Merimanga e pyeti: "Pse po qesh?" Majmuni u përgjigj: "Po qesh se sunduku i urtësisë ta përkuli shpinën dhe nuk mundet të shohësh se çfarë ka mbi ty, por vetëm shihje poshtë. Ti shihje reflektimin e pemës së bananes tek uji. Tani, nëse do të hash, e ja hip në pemë dhe provoje vetë bananën." Merimanga tundi kokën dhe tha: "Vërtet, urtësia nuk arrihet me grumbullimin e fjalëve që të bëhen të rënda për shpinën, dhe njeriu të mos shoh nga lart ti, por duhet ta provoj dhe ta shijoj vetë urtësinë. Urtësia është jeta që jetojmë dhe jo fjalë."